Fituesi dhe fenomeni i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, po kalon periudhën më të keqe të jetës së tij. Para disa javësh, vëllai i tij u nda nga jeta në një aksident rrugor. Që pas asaj dite, Gjesti nuk ka publikuar asgjë, por ka qenë menaxheri i Gjestit, Bonart Ajvazi, i cili ka bërë një paraqitje të re në rrjetet sociale. Këtë herë Bonart e njoftoi se projekti muzikor i Gjestit, i titulluar Veshun Drequ, ka arritur plot 20 milion klikime, një sukses i madh për artistin pejan që në këto kohë, këto numra nuk i hynë fare në sy. Nga ana tjetër, siç e tham dhe më lart, Gjesti po kalon një periudhë mjaft të vështirë bashkë me familjen e tij. Tashmë janë bërë më shumë se 3 javë që nga vdekja tragjike e vëllait të tij Eldionit, i cili humbi jetën pas një aksidenti të rënd me motor. Se çfarë do të ndodhë tani me karrierën e Gjestit mbetet të shihet, por plaga që e ka lënë kjo ngjarje është mjaft e madhe. Dhe shpresojmë që ta kalojnë sa më lehtë ai dhe familja e tij, dhe të rikthehet ai Gjest që ishte para aksidentit, plot energji dhe mjaft pozitiv. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.